Big Brother VIP Kosova ka kaluar në një fazë të re, ku misticizmi dhe ritualet e dyshimta po tërheqin vëmendjen e publikut. Çfarë po ndodh realisht brenda kësaj shtëpie? Një banore, Bia Khalifa, është në qendër të një debati të madh, duke ngjallur dyshime për përdorimin e magjisë së zezë. Rrjetet sociale, veçanërisht TikTok, janë mbushur me teori konspirative që lidhen me veprimet e Bis. Ndjekësit e formatit kanë filluar të interpretojnë disa momente si rituale të magjisë, duke sugjeruar se ato kanë për qëllim eliminimin e konkurrentëve të saj. Kjo atmosferë misterioze ka krijuar një klim tensioni mes banorëve. Një nga momentet më të diskutueshme është shfaqja e kukullës La Bubu. Në një video virale, Bia duket se e mban kukullën dhe e shpon atë me një gjilpër, një veprim që ka shkaktuar panik dhe frikë mes ndjekësve. Disa komentues besojnë se ky veprim është një ritual për të dëmtuar Alben. Një tjetër banore e shtëpisë veprimet e Bis nuk ndalen këtu. Ajo është parë duke futur diçka në dyshek, duke përmendur emrin e Albes dhe duke kryer një veprim të çuditshëm me ujë. Kjo skenë ka ngjallur frikë dhe dyshime se ajo mund të jetë duke përdorur rituale të vjetra. Bodo për të manipuluar fatin e konkurrentëve. Fansat e formatit kanë filluar të lidhin këto veprime me një incident të mëparshëm, ku Bia kishte mbushur këpucët e tonit me ujë. Supersticionet popullore thonë se uji lidhet me largimin e dikujt dhe eliminimi i tonit pas këtij veprimi ka bindur shumë se ritualet e saj funksionojnë. Atmosfera e tensionuar brenda shtëpisë është ndjer edhe nga banorët e tjerë. Alba, e cila duket se është shënjestra e këtyre veprimeve, ka shprehur hapur dyshimet e saj. Ajo e ka pyetur grupin nëse Bia po përdor magji, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Por a janë këto thjesht lojra psikologjike të Bis për të trembur konkurrentët, apo kemi të bëjmë me diçka më të thellë? Kjo është një pyetje që mbetet pa përgjigje.